Një situatë e pazakontë ka ndodhur me Etnik Bruti në Kosovë. Lojtari ka përjetuar një presion të madh nga ambienti i futbollit në vend, pasi zgjodhi që të lindë në Kosovë në 21 dhe të kalonte te Shqipëria. Ndërkohë babai i tij, i cili ka qenë pjesë e UÇK-s në ëndrrën e Bashkimit Kombëtar, është aq patriot i madh, ajsa edhe djalit të tij i vendosi emrin Etnik, ndërsa i shkoi deri në fund kësaj çmendurie. Duket që sharake se si mund të quhet një çmenduri, një kalim i tillë që duhet të ishte fara normal, por e tillë është. Menjëherë pasi Bruti kaloi te Shqipëria, Malisheva e la në stol këtë futbollist për një ndeshje vendimtare kundër Gjilanit. Imagjinoni për një moment që Silvinjo të admiroj kaq shumë një lojtar që sipas Malishevës meriton të qëndrojë në stol kundër Gjilanit, ndërsa Bruti tani do të luajë në krah të Kristian Aslanit, që është pjesë e Interit. Vetëm kaq, për të kuptuar se një vendim i tillë nuk ishte as pak teknik, dhe ndodhte e radhë që Bruti të mbetej në stol. Këtë herë ndodhi menjëherë pasi ai doli te Shqipëria, por pasi e gjitha kjo doli në skenë dhe pati një presion të madh mediatik, Malisheva riktheu sot Brutin në fushë me dëshirën për të hedhur poshtë të gjitha këto teza. Për të kuptuar edhe një herë më qartë se çfarë ndodh realisht në prapaskenë, mjafton të hedhim një sy reagimit të Malishevës pasi Bruti doli zyrtarisht në listën e Shqipërisë. Etnik Bruti i ftuar në kombëtare në atë të Shqipërisë. Me krenari, njoftojmë se lojtari ynë, Etnik Bruti, është ftuar nga Shqipëria për ndeshjet kualifikuese. Kjo është një arritje e madhe, jo vetëm për Etnikun, por edhe për klubin ton. Si kosovar, Etniku ka zgjedhur që të mbrojë gjyrat koqezi, duke treguar se shqiptarët kanë vetëm një atë vetëm një komb. Shqipëria si shpirti dhe sporti është ura që na bashkon, duke forcuar shpirtin kombëtar dhe krenarin ton të përbashkët. Urime Etnik, jemi krenar për ty dhe të urojmë suksese me fanellën kuqezi, shkruan Malisheva. Pra një reagim ideal i mënyrës se si duhet të ishte ky kalim i Brutit te Shqipëria, por duket qartë se ky reagim i Malishevës ishte vetëm që publiku dhe njerëzit të mos e kuptonin të vërtetën se si u trajtua me sfushori pasi erdhi te Shqipëria. Moderatori Altin Sulçe, që drejton emisionin Max Sport në Euronews, u shpreh se kishte arritur një marrëveshje për të marrë në emision trajnerin e Malishevës dhe për ta pyetur atë në lidhje me Brutin, por në momentin e fundit trajneri i Malishevës është shprehur se klubi nuk e lejon ato që të dalë në emision. Pyetja është, nëse ky kalim është kaq normal, kur Malisheva ndihet kaq krenare që një lojtar i saj është pjesë e Shqipërisë, përse dëshiron që t'i mbyll gojën trajnerit dhe nuk e lejon ato që të dalë në një media të Shqipërisë dhe të flasë me krenari për lojtarin e tij? Në një rast normal, kjo duhet të ishte një krenari dhe të gjithë në Malisheva duhet të nxitonin që të flisin se një produkt i tyre do të ishte pjesë e kombëtare së Shqipërisë, por duket qartë se në këtë situatë Bruti ka marrë një presion të madh dhe mënyra se si po serviret në publik nuk ka asnjë lidhje me të vërtetën. Kishim trajnerin e Malishevës sot në emision, do të ishte prezent. Në momentin e fundit, trajneri nuk pranoi të dalë në emision. Ai tha se klubi nuk e lejoi për të dalë në intervistë për media shqiptare. Përse? Djali është shqiptar. Ne themi se jemi një komb, kemi një flamur, kemi një abetare. Historia ka qenë e pamëshirshme për ne dhe prandaj jemi të ndarë në dy shtete, por nuk jemi dy kombëtare, nuk jemi dy kombe. Mund të kishim edhe dy përfaqësuese të Labërisë apo edhe të Çamarisë. Kombëtare është vetëm një dhe Malisheva nuk e la trajnerin të fliste. Ne donim të dinim nga trajneri vetëm për cilësitë e Brutit, nëse godiste më mirë me kokë, nëse kishte një pasim horizontal më të mirë, pra vetëm për cilësitë e tij dhe asgjë më shumë, tha Altin Sulçe.